Shikues të nderuar të RTS, mi mbrëma dhe mi së takohemi në debatin e lirë. Për sonte do të realizojmë këtë emision përmes një lidhje të drejt për drejt nga Shkupi me magjistra Amir Shabani, njësi marrëdhënieve ndërkombëtare. Do të flasim për takimin e ashtu quajtur takim historik mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atit Siris Ahmed El Shara, ku siç e dim, pra 10 milion euro u patën dhënë për kokën e tij, ndërkaq pas 6 viteve pothuajse është bërë një takim historik në Riyadh, Arabi Saudite. Por çfarë presim nga ky takim dhe për zhvillimet që ka ndodhur, do të flasim pra me të nderuarin Amir Shabani. Mirëmbrëma nga Prishtina. Mirëmbrëma. Atëherë, Amir, pra është quajtur kështu nga media ndërkombëtare, po ashtu edhe vendore, si takim historik. E bën takim historik për shkak që janë dhënë 10 milion euro nga SBA për kokën e tij, apo për shkak të një politik bërje edhe të El Sharës, po ashtu edhe të Donald Trumpit? Mendoj se të quhet ky takim historik e ka bërë atë se po fillon një erë e re tani më në marrëdhëniet me lindjen e mesme konkretisht. Flasim pra për perëndimin, konkretisht SBA-ja në raport me lindjen e mesme, e cili hap një faqe të re të marrëdhënieve diplomatike, të investimeve kështu me radhë, i cili takim sot është realizuar në kornisa në margjinat e summitit të investimeve në Riyadh të Arabi Saudite, në të cilin ka qenë pra Nikoqir, princi i kurorës i Arabi Saudite Mohammed bin Salmani, dhe ka pritur në atë takim pra si mysafir kryesor ka qenë presidenti amerikan Donald Trump, po edhe në një takim nëpërmjet një linje telefonike ka realizuar me presidentin turk Erdogan dhe në prani edhe presidenti sirian Ahmed El Shara, ku si temë kyçe ndër temat ka qenë edhe heqja e sanksioneve ndaj Sirisë që kanë pasur, dhe kjo padyshim do të ka kënaqur të gjitha palët që kanë qenë aty për faktin se fondet e ngrira apo tërheqja e investimeve, furnizimi i organizatave jo qeveritare në Siri do të ka qenë i blokuar për një periudhë shumë të gjatë. Kjo edhe më shumë për shkak dëmit financiar dhe jo vetëm që e ka shkaktuar në Siri ish presidenti në ikje, që u largua Bashar Asadi, për shkak ti kanë qenë edhe këto sanksione dhe me ardhen e qeverisë së re, ky hap është një hap shumë i rëndësishëm që është ndërmarrur dhe padyshim ka krijuar një komoditet për të gjitha palët, sidomos për shtetet e lindjes së mesme, ku Sirin tani do ta fusë në një nivel më të lartë të marrëdhënieve diplomatike, marrëdhënieve bilaterale dhe fqinjësore që janë në lindje mesme, po edhe në raport me Evropën dhe Bashkimin Evropian. Unë e konsideroj këtë takim të vyeshëm dhe shumë produktiv, edhe pse do të thotë ndoshta kemi menduar se presidenti Trump do të ka shikuar me një sy jo fort të interesuar për të ngrohur marrëdhëniet me Sirinë dhe lindjen e mesme, mirë po fakti se me shtetin kryesor të lindjes së mesme, siç është Mbretëria e Arabi Saudite, ka marrëdhënie të mira SBA-ja, për çfarë do lloj arsye qoftë ajo, do të ekziston si pikë ku duhet të largohen sanksionet për Sirinë dhe Sirisë të mundsohet institucionalizimi i plot i atij shteti, funksionimi i drejtë, të jetë shteti së drejtës, pra të luftohet edhe të luftohen organizata terroriste, nga ana tjetër pra duhet të kanë deklaruar pra presidenti Ahmed Shara se do ta ndihmon SBA-n në luftimin ndaj krimit dhe korrupsionit, veçanërisht për organizatën terroriste pra ISIS që ishte në të kaluarën, dhe çdo lloj terrorizmi tjetër që mund të shfaqet në lindjen e mesme,
kanë rënë dakord se do të luftohet dhe se do të zotohen për paqe dhe stabilitet në rajonin e Lindjes së Mesme. Në fakt, takimi mes El-Sharës dhe Trumpit do të jetë një shembull edhe për vendet ballkanike të cilat zakonisht ndjekin SBA-t duke aluduar në atë se ne jemi pro-amerikan dhe pro-perëndimor, ndërkaq kemi parasysh edhe gjendjen situatën që shumë shtete ballkanike këtu përfshin edhe Kosovën, pra kanë pasur një lloj alergjie, nëse mund të themi, ndaj këtij presidentit të tanishëm që është të Sirisë, njëkohësisht edhe shumë kosovarë apo shqiptarët Maqedonisë në përgjithësi ende nuk mund të kthehen në vendet e tyre për shkak të problemeve që i kanë të ligjit që momentin që zbresin në aeroport ata do duhet të dënohen. Pra do ta marrin shembull vendet ballkanike, vendet e varfëra siç jemi ne që një president amerikan Donald Trump e pret një president të Sirisë që deri dje ka paguar kokën e tij mbi $10 milion dhe pret në Riyadh dhe mandej kemi një lajm të fundit të paktën në media sociale që po çakollon që Trumpi pra ka lavdëruar Al-Sharën duke thënë se pra është një djalë tërheqës me të kaluar shumë të fortë. Pra nuk po i thotë që një të kaluar terroriste, po një të kaluar shumë të fortë. Diferenca mes asaj që është ofruar, pra them është vënë në një farë forme, është vënë në ankant koka e Al-Sharës me një vlerë prej 10 milion euro nga Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe ajo që tani po kanë takim bilateral, pra presidenti Trump me Sharën, është periudhë jo më shumë se 6 muajshe. Brenda 6 muajve ka ndodhur një rotacion politik me përmasa globale, sa i përket Sirisë si vend, dhe Al-Sharës si personalitet, tani personalitet politik në Siri, ndoshta të kaluar nga qenë personalitet ushtarak e kështu me radhë, por dihet se ai do të thotë në të kaluarën e tij ka pasur për çlirimin e Sirisë nga forcat e Asadit dhe me ardhjen deri në çlirimin e plot, pra largimin e Asadit nga Siria, marrja në dorë pra funksionimit të shtetit, dim se ka qenë në afërsi të ngushtë, në lidhje të ngushtë me Republikën e Turqisë. Pra në një farë forme mund të themi se Turqia ka qenë mentori i Sirisë për të ngritur në këmbë institucionalisht si shtet. Tani sa i përket marrëdhënieve, pra unë mendoj se paraprakisht kanë rënë dakord edhe presidenti Trump me presidentin Erdogan, po edhe me princin e kurorës Bin Salman, që takimi me El-Sharën tani do të konsiderohet takim i nivelit të një homologu, pra takim i plot bilateral, dhe se pra ajo që ka thënë e kaluara nuk është përmendur e kaluara e tij, qoftë diçka xhihadiste apo luftarake e kështu me radhë, do të ka një qëllim se siç thash shpinohet të hapet një faqe krejtësisht e re në raport me lindjen e mesme dhe nëse pyetemi se a duhet edhe shtetet e Ballkanit Perëndimor të ndjekin këtë format, unë mendoj se padyshim se po, pasi që shteti më i fuqishëm tani që e dim, siç është SBA-ja, pa hezitim do të nxit dhe forcon marrëdhëniet dypaqe me Sirinë, atëherë ne jemi më se nevojtarë që t'i fuqizojmë marrëdhëniet bilaterale, të krijojmë afërsi dhe shoqëri me vendet edhe të rajonit të lindjes së mesme. Mos të harrojmë se në takimin apo eventin e fundit që kanë pasur forumi diplomatik i Antalyas në Turqi, organizuar nga Ministria e Jashtme e Turqisë, kanë pasur takim edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani me presidentin sirian Shara dhe mes bisedash do të është konstatuar se Siria do të njeh së shpejti pavarësinë e Republikës së Kosovës dhe me këtë hap, pra nënkuptohet se mund të forcohen edhe marrëdhëniet mes këtyre dy shteteve. Andaj si Kosova, si Shqipëria, si Maqedonia e Veriut dhe në përgjithësi vendet e Ballkanit, pra duhet të fuqizojnë marrëdhëniet me Sirinë, edhe pse është një shtet në ringritje ta quaj, apo në investime sipër, besoj që do të jetë për shumë shpejt kohë
do të formosohet dhe do t'jetë i gatshëm që të krijojë marrëdhënie bilaterale me çdo shtet që dëshiron dhe e shpreh vullnetin për një gjë të tillë. Çfarë do të thotë heqja e sanksioneve ndaj Sirisë në këtë rast që e pranoi Donald Trumpi gjatë takimit të djeshëm që patën në Arabi Saudite? Çka përfshin heqja e sanksioneve ndaj Sirisë? Po, heqja e sanksioneve pikërisht që cekëm në fillim është se mundëson qasjen e Sirisë në arenën ndërkombëtare në përgjithësi. Pra, qoftë në organizatat ndërkombëtare, qoftë në raport me organizatat jo qeveritare, qoftë do të në institucionet dhe në forumet financiare globale që ekzistojnë, tërheqjen e fondeve, tërheqjen e kredive e kështu me radhë, me qëllim që do të rritet investimi, të rritet kapitali, të rriten investime direkte në Siri, me një platforme pra të ketë zhvillim ekonomik në atë vend. Kjo është ajo kryesorja që mund të jetë, dhe pastaj jo më pak e rëndësishme normal edhe çdo lloj marrëdhënie mes shteteve që njëri shtet në tjetrin mund të investojë apo të nënshkruajë ndonjë marrëveshje investimi. Edhe kjo është një pikë që e largon sankcionimin, ku disa shtete që fillimisht nuk kanë qenë në listën për të investuar në Siri, me heqjen e sanksioneve tani një gjë e tillë do t'u mundësohet të gjitha shteteve dhe padyshim pra kjo do e bën Sirinë që të tërheq investime, të rrit nivelin e punësimit të njerëzve dhe pra nga ana tjetër të ulet dhe të zhduket papunësia, të rriten pagat e qytetarëve dhe do të thotë çdo lloj tërheqje të hollave që mund ta kenë do si vend me ndonjë projekt të caktuar, tani me largimin e sanksioneve Siria mund ta aprovon atë pa ndonjë problem. Apo i ndjek në këtë rast Arabia Saudite politikat e shtetit turk pasi ka filluar të bëhet një vend i marrëveshjeve të rëndësishme të zhvillimit të fundit në botë? Po, Arabia Saudite realisht është dashur të jetë një shtet i tillë. Që s'ka qenë deri më tash. Në rajonin e lindjes së mesme, duke ditur se është shteti më i madh në atë rajon dhe do të thotë konsiderohet mbretëria dhe pushteti më i madh në atë rajon, edhe është dashur të jetë i tillë. Pra, ashtu i ka hije Arabia Saudite që të jetë vend, epicentër e takimit të vendeve ku do të nënshkruajnë paqe, stabilitet, marrëveshje dy paqe, marrëveshje të investimeve e kështu me radhë, e jo të njihet si ndonjë vend ndonjë vend i radhës i një rajoni ku përkundrazi nuk është as pak i tillë. Do të është vendi më i rëndësishëm, jo ndër më të rëndësishmi, por më i rëndësishmi në atë rajon. Andaj po Turqia ndoshta ka hapruar më shpejt në këto etapa, në këto hapa dhe Arabia Saudite po ndjek pra hapat e Turqisë, mirë po nuk mendoj se do ta kemë vazhdimisht pra në atë formën copy-paste, se ç'po bën Turqia do bën edhe Arabia Saudite. Ata tani pra janë më vetëse vigilent se çfarë duhet të bëjnë, mirë po qëllimi është se kjo që ka bërë, sidomos tani, ky takimi ky samiti i fundit, realisht ajo është që duhet të ndodhë në Arabinë Saudite, sidomos edhe për vendet përreth, të krijon pra dhe të garanton paqe dhe stabilitet në rajon, të parandalon pra çdo lloj tentative për konflikt dhe luftë, siç është tani edhe çështja palestineze e kështu me radhë, do të ndalon konfrontimin e vazhdueshëm që kanë pra Izraeli me palestinezët. Ky është pozicioni i Arabisë Saudite që duhet ta ketë në lindjen e mesme, po edhe i Turqisë. Atëherë, roli i Turqisë pra në këtë çështje se përket tek
Formimi i Sirisë pas rrëzuarjes pushtetit të Bashar Asadit ka qenë shumë i rëndësishëm, po më edhe indikueshëm, të pas parasysh ka qenë ministri i jashtëm turk, ai personi i parë zyrtar që ka vizituar Sirinë, po ashtu njëkohësisht edhe takimet mes Ahmed El-Sharas dhe presidentit turk Erdogan dhe njëkohësisht edhe të Hakan Fidan. Pra, e ndërtoi Turqia këtë president të përkohshëm të Sirisë dhe është meritë e Turqisë kjo? Pasi që e njohmi si një thonjë se një rebel dhe tashmë një politikan i cili po vlerësohet, pra një politikan i fortë dhe i mirë dhe që në fakt po për takimi tashmë edhe nga vendëshme të botës. Unë do të thotë ashtu e konsideroj se është një meritë e Turqisë, ndoshta me kjo i takon Turqisë me modestinë më të madhe që mund të ekziston, për faktin se është zotuar pra Turqia në një farë forme se do të udhëheq diçka nga vendet e lindjes së mesme që ata ti e formson dhe ti vendon në binaret e politikbërjes së duhur për shkak përvojës që ka të madhe në politikbërje dhe pozitës së tillë që ka në arenën ndërkombëtare. Sa i përket ministrit aktual të punëve të jashtme të Turqisë Hakan Fidan, ai edhe në të kaluarën ka qenë në Damask për takime të ndryshme, mirë po jo takime publike dhe bilaterale apo të ndonjë niveli mes homologëve, pasi që në të kaluarën nuk ka qenë në pozitë të tillë. Pra pozita e tij ka qenë në Agjencinë e Inteligjencës turke dhe deri në pikën kur ndryshon pozicionin, atëherë më vetëm se thuajse terreni ka qenë i përgatitur më për të hyrë në binarët e duhura Siria. Dhe në kohën kur më shfaqet pra Ahmed El-Shara si president, pozicionohen disa prej ministrave, pra në një farë forme formohet qeveria e Republikës së Sirisë, do të bëhet edhe takimi zyrtar mes Hakan Fidan dhe Ahmed El-Shara dhe ministrit të jashtëm të Sirisë Bashar Asad Shejbani, nëse zgaboj, i cili njëkohësisht ka qenë edhe student e doktorant në Republikën e Turqisë, pra me një farë student edhe atë i marrëdhënieve ndërkombëtare që ka njohur pra edhe zhvillimet politike, konflikte që kanë ngjarë e kështu me radhë në rajon dhe pra e konsideroj si merit të Turqisë për formësimin e Sirisë si vend dhe tani kur rrugët janë hapur, organizatat qofshin ato qeveritare dhe jo qeveritare të Turqisë po realizojnë investime pa rezervë në Siri, siç kanë filluar hapjen e instituteve edukative, hapjen e qendrave për mësim, edukim edhe të gjuhës turke, po edhe investime në zhvillimin ekonomik e kështu me radhë, dhe kjo besoj që do të vazhdojnë dhe do të kenë raporte edhe vëllazërore mes Turqisë dhe Sirisë, ngjashëm pak a shumë siç e kanë edhe me Republika e Turqisë, siç e ka me Katarin. Pra, mund të themi që Ahmed El-Shara u rrit pra politikisht mendimin e Turqisë apo me politik bërin larg pamëse të Fidan Hakanit apo edhe të Recep Tayyip Erdoganit? Po, nëse mund të vërim, tani ka disa video, disa takime që kanë ndodhur edhe në publik, ku jep shenjë Hakan Fidan, ministrit të jashtëm sirian, se si duhet të vepron në takimet bilaterale, me një farë forme, si duhet të ndjeket dhe të praktikohet protokolli diplomatik, pasi që e dim se është shtet i ri, ndoshta janë zyrtar me ndoshta as pak përvojë politike në Siri, mund të jenë të arsimuar, mirë po me jo përvojë politike, dhe vërenjen edhe disa shkëndi kur Hakan Fidan apo disa prej zyrtarëve tjerë turq ndonjëherë aty për aty ju tregojnë se si duhet të veprohet në
protokollin diplomatik, madje ekzistonte një gjë ku arritën Turqit pra të veshin me kostume sirianët dhe të shfaqen kështu tani si qanë, pasi që kanë menduar se Siria do të funksionon ndoshta si Afganistani tani, pra nuk do të respektojnë apo nuk do të pranojnë ndonjë protokoll diplomatik, veshjen diplomatike që mund ta kenë politikanët tek shumë e radhë. Në Siri pra ka ndodhur e kundërta me një farë forme, pra kanë dëgjuar këshillat dhe mekanizmat që i ka dhënë Turqia për ta dhe besoj që ju ka dalë mirë si vend. Ata me kalimin e kohës do të krijojnë edhe përvojën e tyre dhe nuk do të jenë për çdo herë një shtet se i nënshtruar në atë kuptimin se na ka ardhur një gjendje çfarë ti prit ta pyesim Turqinë se çka duhet të bëjmë. Mendoj që jo, kjo do të kaliten po pas kohë, deri tani mendoj se do të janë në hapa shumë të qarta dhe të sakta dhe kanë një pjekuri politike, sa i përket edhe deklaratave të tyre që kanë edhe në raport me Izraelin, ku nuk shfaqin deklarate se jemi në armiqësi me ta e kështu me radhë, pasi që e dinë veten se janë një shtet i ri dhe kanë nevojë për krijimin e miqësive me shtetet që mund të ofrojnë miqësi në Siri dhe në rast se do të vjen ndonjë armiqësi apo konflikt, qoftë Izraeli apo ndonjë vend tjetër, unë mendoj se do të ndërmarrin hapa strategjik ku vendi i parë që do të konsultohen padyshim se do të jetë Ankaraja zyrtare. Ndërkaq kemi një reagim të Izraelit dhe të Iranit që nuk i pëlqeu takimi me Trumpin dhe marrëveshjet që i bën mes Sirisë dhe SBA-s. Po e shohim si diçka pra në reagimin e shtetit të Izraelit u pa një pjesë të deklaratës që thanë se pra El-Shara edhe pse është do të thotë konvertuar, nëse mund të themi kështu, në një politikan i cili dëshiron ta ndërtojë Sirinë, thanë që ai ka qenë pra në të kaluar të errët. Pra pse po i friksohet vetëm Izraeli dhe Irani, po jo dhe bota, pjesa tjetër e botës që po e mbështet këtë president? Izraeli apo edhe Irani në një farë forme janë shtetet më miqësore në atë pjesë të botës, edhe nëse fyen dhe ofendohen politikisht, ata nuk sulmojnë asnjërin nuk sulmojnë me njëri tjetrin. Tani fakti se e kam parë takimin e Donald Trump të vyeshëm mes Arabisë Saudite, Sirisë, Turqisë për një, siç thash, pra një hapje të faqes së re në lindjen e mesme, padyshim se për Izraelin konsiderohet diçka jo e lakmueshme, a mund të pritet në të ardhmen diçka e rrezikshme, asaj nuk i dihet, por edhe nuk do të thotë se me çdo kusht mund të ndodhë tani më diçka. Se unë mendoj se presidenti Trump, edhe pse ka ndodhur disa gjëra tani, sidomos konflikti i Izraelit me Palestinën, ai në fund e shikon atë se si do të del përfitimi diplomatik dhe ekonomik në një rajon, edhe nëse i ndërpret marrëdhëniet me një vend siç është Izraeli. Pra, ndoshta Izraeli nuk e ka paramenduar apo nuk e konsideron as pak zbehjen e raporteve me SBA-n, por kjo mund të ndodhë në batica zbatita, ta quajmë. Nga njëra anë, SBA-ja mund të zbeh raportet me Izraelin, por mund të kenë përforcim të raporteve ndoshta në ndonjë zonë apo rajon tjetër ku mund të jetë në interes dhe në përfitim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra, politikbërja në rrafshin global nuk duhet konsideruar çdo herë e sinqertë. Edhe kjo, them tani që ka ndodhur, ky takim në Riyadh, duket gjithçka e vyeshme dhe shpresdhënëse për rajonin. Mirë po, secili vend duhet të përvillet dhe të angazhohet për politikat e vendit të tij që do të ketë në raport me të tjerë dhe jo çdo herë në mbështetje të sinqertë të ndonjë fuqie
botërore, apo siç është pra SBA-ja, sepse marrëdhënieve dhe rotacionit politik nuk i dihet dhe nuk ka garant se deri në çfarë periudhe mund të ndodhë. Andaj edhe raporti me Izraelin, që mund ta kenë shtetet e lindjet së mesme, konkretisht Siria, Turqia e tjerë, mund edhe të jenë raporte normale bilaterale, por gjithmonë në një qëndrim të gatshëm që të mbrohen nga ndonjë sulm eventual që mund të ndodhë nga Izraeli. Atëherë, po mund të shohim diçka të mirë sa përket zhvillimit të fundit, nëse kemi raportin pra Siri, SBA, po ashtu edhe mes Ukrainës dhe Rusisë, pra po shohim çdo kohë të paktën një dritë në fund të tunelit, përveç sepse vetëm se Gaza nuk ka ndonjë shpresë për të arritur ndonjë marrëveshje. Çfarë po pengon botën që me gjitha vendet të bëjnë marrëveshje, me gjitha personat që kanë qenë në listë zezë të bëjnë një listë bardhë, por jo edhe Gaza, në cila mbetet edhe sot ku ne po flasim e harruar dhe njëkohësisht e bombarduar. Fatkeqësisht po është vendi ndoshta më i harruar tani për tani. Po flasim gjithmonë deri në momentin që shohim se si është situata, aktualiteti. Është një vend i lënë në harres për dekada me radhë, për çdo politikë, pra qoftë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qoftë në rajonin e lindjes së mesme, kanë dështuar, për mendimin tim, pra në këtë kontekst kanë dështuar në raport me Palestinën. A do jetë kjo periudhë apo pas kësaj që ka ndodhur tani në Riyadh, a do jetë edhe kjo një hap i radhës që do të hapen them kushtimisht kapituj për të shqyrtuar çështjen e Palestinës, mbetet një pikpyetje e madhe dhe një kërkesë e radhës e popujve të atyre vendeve, veçanërisht padyshim pra të palestinezëve, që të shuhet njëre e përgjithmonë dhe duhet të paguhet dëmshpërblim. Pra, konkretisht Izraeli duhet të paguan dëmshpërblim ndaj palestinezëve dhe ajo që është konstatuar se kryeministri izraelit Netanyahu duhet të del para gjykatës ndërkombëtare, duhet nditur sa më parë e mundshme dhe jo të prolongohet pa ndonjë arsye, për shkak se dëmet kanë qenë të mëdha nga ky vend dhe arritja e marrëveshjes paqësore të përhershme, jo ndonjë marrëveshje të përkohshme, pasi që kemi parë se marrëveshjet e përkohshme nuk kanë sjellur ndonjë rezultat, andaj a mund ta realizon edhe këtë administrata Trump, gjithsesi në partneritet me presidentin Erdogan, me princin e kurorës Bin Salman e kështu me radhë, mund pra momentalisht është hipotetike, por është një gjë që mund të ndodhë nëse ekziston vullneti mes këtyre politikanëve, pasi që siç mund të pretendohet dhe të arrihet marrëveshje mes Rusisë dhe Ukrainës, ku pritet takimi i radhës, nëse nuk gaboj, në Stamboll mes SBA-s, Rusisë dhe Ukrainës, pasi që një gjë e tillë pretendohet të realizohet dhe të arrihet paqja dhe stabiliteti edhe në Evropën lindore, mendoj që në të ardhmen, po që ekziston vullneti politik për të arritur paqja mes Palestinës dhe Izraelit, duhet të realizohet dhe as pak të neglizhohet, për shkak se dim se kanë shkaktuar viktima të panumër ta quaj, dhe nevoja për të riformisuar ai shtet është e parezerë. Çdo ditë që kalon është humbje për Palestinën dhe Gazën konkretisht, dhe nëse arrihet marrëveshja dhe nëse të pranohet dhe gjendet një udhëheci në Palestinë, atëherë besoj që nëse e ndjek fati i njëjtë, sikur e ka ndjekur Sirinë, do të jetë një shpresë edhe për atë vend që të ringritet. Atëherë, po kthehemi pak në Turqi, kemi pra nga lajmet më kryesore, besoj në arenë ndërkombëtare që ka të bëjë me shpërbërjen e PKK-s, më në fund
edhe pse fatikisht ka filluar procesi, por mbetet më pa deri në fund. Një lajm i mirë besoj edhe për politikën e presidentit Erdogan, por edhe për Turqinë në përgjithësi, por edhe pse jo për rajonin cili rajon nuk ka qenë asnjë i qetësuar për shkak të kësaj organizate. Po, e dim se ka qenë një organizatë terroriste, quajtur madje edhe prej disa të strehuarve të asaj organizate që kanë qenë në vendet evropiane, e dim që presidenti Erdogan nuk do të ka penguar antarësimin e tyre në NATO, siç kanë qenë Suedia dhe Finlanda. Dhe kjo ka qenë një mësim dhe një ndoshta dush i ftohtë ndaj liderëve evropian se si mund të strehojnë terrorist në një vend apo siç është Unioni Evropian, i cili pretendon paqe dhe stabilitet botëror, ndërsa strehon ato personalitete në shtetet e tyre. Turqia vazhdimisht e ka luftuar këtë organizatë dhe çdo lloj organizate terroriste, siç ka qenë ajo FETÖ, tentimi për grushtet, e kështu me radhë. Dhe arritja e kësaj, pra dorëzimi i armëve të organizatës PKK, është një arritje e suksesshme e politikës turke dhe padyshim kjo ka qenë motori i kësaj pune ka qenë ministri i jashtëm turk, Hakan Fidan, pasi pse edhe është ndoshta personaliteti që kohëve të fundit po përmendet shumë, ose jo vetëm kohëve të fundit, por që nga momenti që është shfaqur në publik, deri tani është emri që më së shumti përmendet, ndoshta pas presidentit Erdogan, për shkak se në një formë indirekte udhëheq shtetin dhe ka udhëhequr vite me radhë Agjencinë e Inteligjencës turke dhe din pra çdo gjë që i kanohet vendit dhe i njeh mirë këto organizata terroriste që ekzistojnë atje, andaj ka arritur qoftë kjo me marrëveshje diplomatike, pra qoftë apo me ndonjë formë tjetër, ka arritur që t'i bindë që ajo organizatë do t'i dorëzojnë armët dhe të përbëhet pra organizata PKK në Turqi, ku me vite, ndoshta me dekada, kanë vuajtur si populli turk, po edhe populli kurd. Pra, mund shpresojmë për një rajon më të qetë të pas parasysh përbërjen e PKK-s dhe njëkohësisht edhe disa marrëveshje dhe po ashtu tash kemi edhe takimin në Turqi që mund bëhet mes Ukrainës, Rusisë dhe SBA-s. Po, këto pika do të shpërbëjnë PKK-s, takimi i liderëve të lindjes së mesme në presidentin Trump në Riyadh, takimi i Rusisë, Ukrainës dhe pra presidentit Erdogan në Stamboll janë pra padyshim tentativa për të arritur paqja, stabiliteti, siguria e njerëzve të atij rajoni në atë vend, dhe kjo padyshim do të reflekton edhe në nivel global, pasi që konfliktet që më së shumti i dim që kanë ndodhur, kanë pasur përmasa globale, realisht kanë ndodhur në lindjen e mesme. Por nuk ka ndodhur ndonjë konflikt në Shtetet Bashkuara të Amerikës apo në Evropë, së fundmi pra që është kjo mes Rusisë dhe Ukrainës, siç ka ndodhur me vite dhe me dekada në lindjen e mesme, qoftë në Irak, qoftë në Palestinë, Liban, pranvera arabe, siç kanë qenë, e kështu me radhë, epiqendra ka qenë lindja e mesme. Andaj, nëse arrihet pra paqebërje e përhershme në lindjen e mesme, unë mendoj se do të ketë një përqindje e madhe, ndoshta 90% e paqes në botë do të sigurohet me ndalimin e konflikteve në atë rajon. Atëherë nderuar, faleminderit që ishe pjesë e këtij debati për të trajtuar sigurisht këto tema që janë shumë të gjata, po në pika të shkurta, po shpresojmë që do të takojmë edhe hera të tjera, pasi që priten sigurisht edhe zhvillime të tjera në arjen ndërkombëtare. Faleminderit dhe juve për mundësinë. Të nderuar miq të RTS, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me Magjistra Mishabani, njësi marrëdhënieve ndërkombëtare, ku folëm për takimin historik mes Donald Trumpit dhe presidentit të Sirisë Ahmed El Shara në Riyadh, Arabi Saudite, me ndërmjetësimin sigurisht
Arabi Saudite që u bë këtë takim dhe që ka zgjatur me afër 30 minuta dhe ka qenë me dyert të mbyllura. Ka disa marrëveshje ndërkohë që Trumpi ka pranuar dhe ka nënshuar në fakt heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë, që pastaj këtë gjë për heqjen e sanksioneve ndaj Sirisë do ta bëjë të fortë Sirinë të pas parasysh atë çfarë edhe vetë Amiri, po ashtu edhe do ta ngresë më lart presidentin Ahmed El-Shara, një president i cili deri para në fakt para 6 muajsh ka qenë që 10 milion euro është paguar kokë atij për të uzën, për të autorizuar, por që tashmë njihet zyrtarisht edhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës para shtetit më të fortë në botë. Kaq për këtë debat, takohemi herën tjetër dhe atë më mbeç.